Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Shqiptarët I gjenë gjithmonë bashkë, por ajo çka I bën nostalgjik dhe I bën të dashur me vendlindjen është fakti që ata edhe një njeri që vjen nga dheu e shohin si gjurmë të vendlindjes së tyre, si gjurmë të atë dashurisë së tyre. Jemi sot këtu në këtë lokal, si Luna, ku miku jon, Fran Gjoka, ka ftuar një mikesh të ardhur nga dheu. Ajo ka një titull disi të veçantë. Është deputetja më e re e Kuvendit Popullor. Si deputete, Mariana sjell një traditë të veçantë. Ajo sjell edhe guximin e saj për të ndërtuar një biznes në mes të maleve, për të përjetësuar turizmin dhe bukuritë e natyrës shqiptare. Ajo ka ardhur sot këtu në këtë mjedis, por ka gati një javë që ndodhet në mes të bashkëdhetarëve tanë këtu. Dhe sot janë mbledhur shqiptar, bashkëdhetar nga të gjitha trojet, nga Shqipëria, nga Dukagjini I saj, nga Kosova, nga Malësia, për të nderuar këtë deputete të re, dhe të gjitha ta në shkëmbimin e bisedat e ngrota, shkëmben opinionet e tyre, jo vetëm për politikën e Shqipërisë, jo vetëm për parlamentin shqiptar, por dhe për vendlindjen këtu, në Shtetet e Bashkuara, sepse shqiptarët asnjëherë se harrojnë atë dheun, sepse dhe vendlindja duhet t'i kujtojë edhe shqiptarët të cilët jetojnë këtu. Diaspora është zemra dhe shpirti I kombit ton. Ka qenë historikisht, është ajo që e ka bërë Shqipërinë Shqipëri. Por tani Shqipëria duhet të mendojë edhe për bijtë e saj, edhe këtu në Shtetet e Bashkuara. Dhe kjo është leitmotivi edhe në bisedat mes miq. Mirëmbrëma, të dashur vëllezër, edhe motra që kemi këtu sonte. Është vështirë shpesh t'i gjejmë edhe fjalët, t'ju urojmë mirë se ardhjen, se gjithmonë keni zbukuru sofrat, ambientet tona, me zemrat tuaja bujare, me fjalët e tuaja, me kontributet tuaja, për çfarë, për atë që na mungon më shumë e më, për atë dheun tonë të dashur, për ato troje të shenjta, që asnjëherë nuk ditët dhe nuk ditëm t'i harrojmë, por dhe pse I kemi larg, vetëm aq më shumë na shtohet dashuria, e sidomos kur jemi bashk, kur e sjellim sa më afër atë dheun ton, vendlinjen ton, këtu në tokën e bekuar të Amerikës, ku Zoti na çoi fatin ton, që të largohemi fizikisht, po asnjëherë me shpirt e zemër prej trojeve tona, ku gjithmonë unë kam ardhur para 30 e sa viteve dhe e kisha pak të lehtë se I gjeta sofrat e shtrume, I gjeta durët e shtrime, zemrat e hapura, prej kuj, prej malsorëve tonë dashur, prej kosovarëve, shqiptarëve që kishin ardhur, domethënë dhe gjithmonë I manin durët e shtrira, durët e hapura për ne emigrantët, që të njiheshim sadopak në shtëpinë tonë, që të na zëvendësonin sadopak ato vëllezër e motra që kishim lënë atje, dhe prej këtu mësuam më shumë ta duam atë dheun, të jemi patriot sa më shumë, sepse vut gjokset dhe zemrat sa herë na thirrja dheu, e sidomos për Kosovën tonë të dashur, që nuk kursyt asgjë, as jetën, palema ekonominë. Edhe gjithmonë I pritëm me shpirt, me zemër, dhe ato që na vinë si ato zogj shtektar nga atë dheu, nga vendlinja, dhe sonte ku ka më bukur, presim edhe tjerë të vinë, po ne po e vazhdojmë me kajgot, që jeni mbledhur për të nderuar një bi, një motër, që vjen prej malësive tona, prej Dukagjinit historik, prej
ati vendi do më thonë ku mjerisht ja kemi kthy shpinën e kemi pushatis, po kjo bi nuk iku kur. Jo vetëm që nuk iku, por sepse kishte edhe kjo mundësi të largohej si rinia tjetër apo populli tjetër, ndonë se u shkollu në pranim në Itali, në shkencat politike, prapë se prapë vendosi t'ja kushtoj jetën, zemrën dhe çdo gjë ati trolli ku i kishin lind part dhe t'i shërbej me devotshmëri dhe me dashurinë e madhe. Dhe pra ju falënderoj nga zemra që erdhët për të ndëru Marianën ton, bin ton, motrën ton, deputetën më të re të Parlamentit të Shqipërisë. Duhet ju falenderoj nga zemra gjithë dhe presim edhe vëllezërat dhe motrat e tjerë që do na bashkohen sote. Marianë e dashur, bie dashur, motrë e dashur, mirë se ke ardhur. Mirë se ke ardhur tek vëllezërit dhe motrat që asnjëherë nuk e harrojmë vendin ton, e duam gjithmonë, por duke pa një shpresë rinie, një zar rinie që prap rrinë fort atje në trojet tona, ne vetëm na shton dashurinë dhe përkushtimin që amaneti i trojeve tona na përcjell kudo në çdo hap. Ne të urojmë nga zemra mirë se ke ardhur, të urojmë nga zemra që misionin e shenjtë dhe zanin jo vetëm të aty në trojeve ku i përfaqëson atje, po edhe tonin, ta përfaqësosh me dignitetin më të lartë në të foltorën e parlamentit që shpesh herë bëhet e padurueshme, e panigjueshme, po amanet, mos ndrojnë politika. Reja jo Mariana, bukur që je përkund në të djepin e Dugaxhinit, që din me i knu aq bukur ato ninullat që kemi rrit fëmijët ato nanat tona heroike, dhe jam shumë i bindur që edhe ti e rrit e tillë, dhe jam shumë e bindur që nuk do ndryshosh asnjëherë. Do jesh gjithmonë ai zani Marian zbukur e dashur të atyre trojeve në Parlamentin Shqiptar, ku shpresojmë që shpejt do të integrohemi edhe në Bashkimin Evropian, por mos harroni asnjëherë që shqiptarët në Amerikë janë ura më fuqishme e atij vendi, se jo rastësisht Amerika është aq afër Shqipërisë, po janë pikërisht këto vëllezër e motra që kanë dhënë nga djersa tyre, nga gjaku i tyre për të sponsorizuar kongresmen, senator, president, që ta mbajnë gjithmonë syrin, kokën, mendjen dhe zemrën nga trojet tona shqiptare. Mirë se ke ardhur, Banojzai i forti i mërgjimtarëve, dum shumë, ec përpara, mirë se ke ardhur edhe një herë, mirë se keni ardhur gjithë, edhe gëzuar gjithë. Hajde vëllezëret dashur, mirë se u bashkum, u paqim. Mramja mirë tanve, falemnjerë shumë për respektin që keni kallëzue ndaj meje këto ditë që jena takue, kena fole, kena shkëmbye ide, hadhe e kritika. Ashtë njerë shumë i madhë për mua për me kenë mesin toj, ashtë ma tepër që shoh që kena prej tana trevave të Shqipnis për jugut e në veri, ashtë emocion i madhë për mua me kenë këto dhe me gjithë i copë Shqipnia dhe kaq larg Shqipnia. Unë vetë jam linë në vitin 2000, por shumica shqiptarëve që kam taku dhe që kanë ardhur në të troje, kanë ardhur 10 vjet e ma shumë para se me lejon, dhe realisht njihem shumë e vogël për me fol para jush edhe para sakrificave që çdo shqiptar ka bë në kohët më vështira që ka kaluar vendi jon, për me ardhur këto edhe me shumë sfidave, sakrificave, vujtjeve, lotëve të jashtëzakonshme me arrit ato që ju keni arrit, tu bë një ur e fort edhe një mbështetje shumë e madhe për komunitetin këtu, por edhe për tanë vendin e shqiptarët që jena në Shqipni. Ashtë një mirënjohje dhe një kontribut i jashtëzakonshëm i mërgas shqiptare kudo që ashtë, po sidomos asaj amerikane, shqiptarëve të Amerikës, që kanë luajtur një rol të jashtëzakonshëm, edhe do të thoja shumë atë ma se vetë shteti jonë, për hapa të fuqishëm diplomatik dhe politik dhe për shumë dyrë që na keni qelë.
Në momentet më të vështira që ka kaluar veni jonë gjatë sistemit të vështirë, po edhe mrapa, ka kënë diaspora, mërgata jonë, ajo që na ka majt, na ka quen kam, edhe që vazhdon për me na mbështet. Kështu që është një mirënjohje jashtëzakonisht e madhe për ju që keni bërë shumë për ne, po na kena bërë shumë pak për ju. Kështu që kjo vizitë më ka shërbyer për me kuptu edhe ma shumë edhe mu bindë edhe ma shumë se shqiptarët sa do kohë që kalojnë edhe pse kanë le me breza në këtë troje, anrat i shohin në vend tyne dhe kryet e majnë mrapa që një ditë ata o fëmijët e tyne të munen edhe i herna për me u rikthye në vendin e vet. Një ndër kërkesat kryesore dhe nevoja që unë kam gjetë në mesin tuaj, ka kënë kërkesa që ma shbo dhe nevoja shumë e madhe për një konsulat të shtetit shqiptar në Michigan. Unë habitem që nuk ashtë ala realisht, sepse me tonë këtë diaspor, jo vetëm kasasia, po dhe edhe ka cilësia, sepse shqiptar tashma janë në nivellet ma të narta të biznesit, edhe drejt nivellet ma të narta të politikës, një konsulat e shtetit shqiptar dhe duhet t'ishte kënë ka herë në këtë vend dhe me kënë një me pikë referime më shtetje për tanju, po kjo do t'jetë kërkesa më e parë që t'i drejtoj realisht Ministrisë së Jashtme dhe vetë Kryeministrit, sepse nuk është një nim që po i bëjmë juve, po nim që i bëjmë vetit, të ju majt juve më të fortë, më të lidhun e të bashkuar me njëri tjetrin. Nuk e kena fort në gjenezë si shqiptar me kanë shumë të bashkuar mas mrena e as jashtë, por diaspora vërteton të kundërtën, e uroj që t'jeni gjithnjë më të bashkuar edhe më të fortë. Po shfrytëzoj këtë hapësinë që përveç falënderimit për mbështetjen, vlerësimin dhe prezencën tuaj këtu, është moment realisht historik që na ban besoj tanëve krenar, si në Shqipni si edhe këtu, që vetëm prej shtetit Michiganit kena 3 shqiptar, 3 rit jashtëzakonshëm që po garojnë në institucione të ndryshme politike të shtetit Michiganit edhe të Amerikës. Shumë e lumtun që Suzana gjeti kohën me na neru sonte me pjesëmarrjen e saj dhe Suzana Shkeli siç tani njihni dhe në Shqipni tani njohim, po garon për sekretare përgjithshme e shtetit Michiganit.